Shkodra sot po përjeton investime të rëndësishme në infrastrukturën arsimore dhe atë të kujdesit për fëmijët. Në këto 2 vite, 4 shkolla në qytet janë në proces të rekonstruksionit të plot, në Remieda, Koli Dromeno, Arben Broci dhe Amdi Bushati, duke përfituar 1646 nxënës nga kushtet moderne mësimore të krijuara. Gjithashtu, janë kryer rekonstruksione në 7 kopshte dhe qerdhe, duke ndikuar drejt për drejt në përmirësimin e kushteve për mbi 320 fëmijë. Në proces është edhe rekonstruksioni total i shkollës Ismail Qemali me 850 nxënës përfitues, si dhe i kopshteve Toma Limhilli dhe Beb Tusha, që do të përmirësojnë njëshëm cilësinë e edukimit për 300 fëmijë. Vlera e këtyre projekteve arrin në 390 milion lek. Terrenet sportive të shkollave kanë qenë një tjetër prioritet i rëndësishëm, ku qeveria qendrore dhe ajo lokale po i kushtojnë vëmendje të veçantë kushteve për brezin e ri. Janë ndërtuar 4 fusha sportive pranë shkollave Adem Haxhia, Prengjakova, Dëshmorët e Prishtinës dhe Xheladin Fishta, nga të cilat përfitojnë 1300 nxënës dhe komunitetet përreth. Aktualisht janë në proces edhe 2 ambiente të tjera sportive, palestra pranë shkollës 28 nëntori dhe fusha sportive Tring Smajli, me 982 nxënës përfitues. Për një mjedis më të sigurt dhe më efikas, është ndërmarrë edhe instalimi i kaldajave dhe eliminimi i sistemit të ngrohjes me gaz në të gjitha shkollat dhe kopshtet publike të Bashkisë Shkodër. Këto investime dhe të tjera që pritën të fillojnë janë pjesë e vizionit tonë për një arsim cilësor dhe të sigurt për çdo fëmijë në Shkodër. Me 11 maj, zgjedhja është e qartë. Votoni numrin 5 për vazhdimsinë e investimeve, për më shumë mundësi dhe për një Shkodër që mbështet arsimin dhe të ardhmen e fëmijëve tanë.